Në kuadër të fushatës së rekrutimit në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë në Bashkinë e Vallë-të-Dejës u organizua aktiviteti Dita e Dyerve të Hapura me synimin për të prezantuar mundësitë dhe platformat që ofrojnë forcat armatosura. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Akademia Ushtarake, Forcat Detare dhe Toksore, Batalioni i Vallë-të-Dejës si dhe struktura të mbrojtjes civile, të cilat prezantuan nga afër misionin, funksionet dhe perspektivat e zhvillimit në këto institucione. E pranishme në aktivitet ishte dhe prefektja Qarku të Shkodrës, e cila u bëri thirrje të rinjve që të konsiderojnë bashkimin me forcat armatosura si një mundësi konkrete dhe të qëndrueshme për ndërtimin e së ardhmës së tyre profesionale. Aktiviteti i Ditët e Hapura të Ushtrisë është një mundësi shumë e mirë për gjithë trit të cilët e dëshirojnë që t'i bashkohen rrallëve të ushtrisë. Është një mundësi shumë e mirë për pa nga afër për kushtimin, profesionalizmin, dinjitetin që përfaqëson ky profesion, ky mision më mirë të them, që është një mision në ofrimin e sigurisë së vendit. Respekt për dignitetin e çdo ushtaraku që vë veten në dispozicion të garantimit të sigurisë të vendit. Një thirrje për gjithë të rinjt të cilët ta shohin mundësimin e rekrutimit në rrallët e ushtrisë si një mundësi shumë të mirë për të ardhmen e tyre, një mundësi qoftë për formimin e tyre akademik, por qoftë edhe për formimin e tyre profesional dhe për në dalje në një jetë shumë të sigurt. Aktiviteti ngjalli interes tek nxënësit e shkollave të mesme, të cilët ndodhen në një moment vendimtar për përzgjedhjen e degës së tyre të studimit dhe orientimin drejt karrierës së ardhshme.